Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia, i cili ndodhet në masën e arrestit prej 10 shkurtit 2024, ka ndërmarrë një hap të ri ligjor duke kërkuar lirimin nga qelia përmes gjykatës së lartë. Mbrojtja e tij ka depozituar me 6 maj rekursin ku kërkohet rishikimi i masës së sigurisë dhe zëvendësimi i saj me një masë më të butë si garanci pasurore ose detyrën paraqitje. Sipas mbrojtjes, kushtet aktuale të arrestit duhet të ndryshohen duke argumentuar për një masë alternative më të lehtë. Gjykata e lartë ka hidhur shortin për shqyrtimin e çështjes dhe si relatore është caktuar gjyqtari Albana Boksi, e cila pritet të shqyrtojë kërkesën dhe të vendosë nëse ajo do të pranohet ose do të rrëzohet. Velia i pohetohet nga SPAK për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave në një proces që vijon paralelisht me procedurat e tjera gjyqësore. Në gjykatën e posaçme ai përballet në akuzat penale, ndërsa ka hapur një betejë tjetër ligjore edhe ndaj prokurorit Ols Dado. Kryebashkiaku ka paditur prokurorin me pretendimin se emërimi i tij në vitin 2008 ka qenë i palishëm. Një ditë më parë në gjykatën administrative u zhvillua seanca e radhës për këtë padi, ku Velia insistoi se Ols Dado nuk ka status të ligjshëm prokurori. Nga ana tjetër, Këshilli i Lartë i Prokurorisë kërkoi që Velia të mos legjitimohet si palë paditëse në këtë proces. Seanca u shty dhe është caktuar me 19 qershor në orën 14, pasi vetë Velia i kërkoi njohje me prapësimet e paraqitura nga KLP.